Mirëdita, përshëndetje të gjithëve. Sot jam këtu për të bërë një denoncim, po do ta filloja me transmetimin e një video njerë, që në fakt është bërë viral edhe në TikTok, po për t'ju lidhur me çështjen për çfarë bëhet fjalë. Jemi gati me videon? Beqo, a mos salik zonët e më dhipër për votët. Salik. 380 tha. Sa? Sa more? More sa more. Allah të qo. 383 vota me vërtet? Sa arti? 500. Allah, për zot. 500.003 vota, bravo. Po 4 vjetë? 5 vota, 500.000 lekë. Në 4 vjetë e diramën në korrit. Allah. Pashidet bure për 100.000 lekë ti? 100.000 lekë të këtu. Për 4 vjetë, ha? 100.000 lekë të përmojë, të shkoj për ditë. Po, në 4 vjetë zdi vëma të një, ja fut e diramën të ere. I ka dhonu 500 për vote, mos të rëzote të dënë. Beqo! Okej, faleminderit. Në fakt nuk jam këtu për të denoncuar blerjen e votës, si kjo video gjeni me qindra, ndoshta dhe me mira në rrjetet sociale. Jo thjesht video si kjo e bërë në mënyrë të fshehtë në fakt, pa dijenin e atij që po tregonte krimin elektoral. Ka dhe video ku i keni parë shprehen, madje bëjnë dhe oferta për votën qytetarët shqiptarë. Po thash nuk jam këtu për këtë. Jam për të bërë një tjetër denoncim. Autori kësaj videoje është Lulzim Memaçi, që është këtu me mua, zotëria. Është antar i Partisë Demokratike prej vitesh, ka qenë komisioner edhe në këto zgjedhje, ai bashkë me vajzën, është familjar në një gjendje shumë të vështirë ekonomike, në fakt ka dhe një djalë smur, bashkëshortja e ka lënë disa muaj më parë, detyrohet sot me një makinë që e ka marrë jo me paratë e veta të punoj taksi. Mbas daljes së saj videoje, dije në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë: çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr? Do ta shohë ç'do të bëjmë. Pra, nuk mjaftohen që blejnë vullnetin e shqiptarëve. Nuk mjaftohen me gjithë ç'ka bërë për të mbajtur këtë pushtet të ndyrë. Po kërkojnë dhe t'ju mbyllin gojën atyre që denoncojnë. Ky është rasti konkret. Dhe jam këtu, thash, për ta denoncuar si rast dhe për të marrë në mbrojtje publike Lulzimin. Për t'i thënë kujtdo që mendon se tashi në këtë mandatin e 4 të Ramës mund bëjt ç'të dojë me demokratët, e ka gabim. Rama mund bëhet mbret, mund blej të tremb dhe të blej shumicën e shqiptarëve, po të harroj se mund të luajë me demokratët. Ne pak apo shumë jemi këta që jemi. I kemi qëndruar përballë çdo situatë, edhe po e paralajmëroj që as mos ta çojnë ndërmend se tashi do ta kmerret edhe ndaj atyre
që nuk pranuan shiten, apo të tremben, apo me çfarë do lloj forme tjetër të kthehen në sklever të këtij regjimi. Lulzim Maçi është këtu, është demokrat, nuk është këtu se është trembur, po ja them, se ma tha dhe këtë, unë kërkova që ky fakt bëhe publik, pikërisht për të vërtetuar të që ju thash, se çfarë po ndodh mbas nuk ju mjaftoi ajo që bën për të mbajtur këtë pushtet ndyrë, po tash edhe ata që ju kanë dalë kundër kërkojnë të trembin, ju bëjnë presione, kërcënime, imagjinoni çfarë kanë bërë përpara. Ky ishte denoncimi që unë bëra, për këtë ju kam thirrur sot. Qofse keni ndonjë pyetje për këtë çështje, jam gati t'ju përgjigjem. Për të tjerat do kemi raste të tjera. Mirë, ju falenderoj atë. Po. A keni çuar këtë çështje në polici, në prokurori, në instancat shtetërore, apo s'keni besim këta institucionet për të zgjidhur këtë çështje? Në cilën polici? Me që e hapet, po thash, do flas vetëm për këtë çështje, por shpesh na thon këto ditë edhe nga demokrat. Pse nuk i kapët ju ata? Pse nuk i mbrojtët? Pse i lejuat ta blejnë votën? Ju e keni parë, besoj, që nga Dibra deri në krahun tjetër të Shqipërisë, që në momentin kur njerëzit tanë, edhe deputet, kapnin kriminalët elektoral duke blerë vota, që ndodhte? Vinte policia dhe arrestonte, ndalonte, procedonte atë që kishte kapur hajdutin, sepse policia është pjesë e këtyre. Ke cila polici të denoncosh? Ke cila prokurori? Kjo është fatkeqësia më e madhe në këtë vend. Unë e kam thënë edhe herë tjetër, në qoftë se të paktën drejtësia do funksionon në këtë vend, do kishte një shpresë për të zgjidhur qoftë edhe këtë problem. Manipulimin e vazhdueshëm, mbledhjen e vazhdueshme të zgjedhjeve. Po këtu s'funksionon asgjë. Gjithë institucionet janë të kapura. Ke cila polici të shkoj? Se ka dhe një rast tjetër, po me Lulzimin, po nuk e kam lejen e tij për ta treguar, që lidhet po me policinë. Ditën që ky ka qenë komisioner, ka marrë presion nga kjo polici, po unë pa diskutuar me të nuk kam ndërmend ta përmend si rast tu, por ma tha në privat këtë çështje. Pikërisht ajo policia, ditën e zgjedhjeve, e ka vënë dhe nën presion, kur ishte komisioner, në komision. Ku të denoncosh tu? Mirë. Kisha gjë tjetër. Faleminderit atëre, edhe ditë mbar.